Në një tubim, ku mori pjesë edhe hoxha i fshatit, ndodhi diçka e pazakont. Pronarët e shtëpisë kishin harruar mbi tavolinën afër së cilës ishte ulur hoxha i fshatit një kartmonet prej 1000 franga. Pasi përfundon tubimi, hoxha bashkë me të pranishmit përshëndeten me pronarët e shtëpisë dhe shkojnë në shtëpitë e tyre. Burri i shtëpisë kërkon kartmonetën, por nuk e gjente dot. Kaloi një kohë gjatë duke diskutuar me shoqen e vet. Ta pyesi mos e jo hoxhën e fshatit nëse ai ka parë ato, pasi ishte ulur afër tavolinës ku ishin parat. Herë thoshin do e pyesim, herë të tjera ju vinte turp, pasi nuk besonin që hoxha t'i ketë marrë ato, edhe pse një zë i brendshëm ju thoshte: "A mos vallë, i mori hoxha 1000 frangat mbi tavolinë." Duke diskutuar burrë e grua, nëse do e pyesim hoxhën ose jo, kaloi koha dhe u bë një vit. Pas një viti morën guximin, shkuan dhe trokitën në derën e hoxhës. Ai mirëpriti dhe burri me mirësjellje, duke kërkuar falje e pyeti për 1000 frangat e humbura, nëse i kishte parë mbi tavolinë natën kur kishte qenë musafir në shtëpinë e tyre. Pasi e dëgjoi burrin me vëmendje, hoxha i fshatit filloi të qaj. Burri u ndje keq, pasi ai nuk ishte dëshirë që ta ofendonte dhe nuk i tha që po dyshon tek ai. Por hoxha e ndërpreu dhe ja ktheu: "Po, unë i pash 1000 franga mbi tavolinë. I mora ato me qëllim që të sigurohesha se nuk do humnin dhe i vendosa brenda Kuranit që ishte aty afër. Mendova se kur do lexosh diçka nga Kurani, do i gjesh ato." Ata kishin një vit pa lexuar Kuran. Ti vlla dhe motër, si je me leximin e Kuranit? Sa kohë kanë kaluar pa lexuar Kuran?